Ora, nga jeta të dërguarit Muhammed a.s. Ndër pretendimet më të shpeshta të jo besimtarëve ishte që nëse Zoti vërtet kishte një mesazh për ta, do të kishte dërguar një engjëll. Kësaj Kurani u përgjigj, sikur engjëjt të esnin rehat mbi tokë. Ne vërtet do kishin zbritur mbi ta një të dërguar engjëll. Zbritja e herpashershme nuk e bënte Xhebrailin të dërguar në kuptimin kuranor të termit. Për këtë duhej qëndruar mbi dhe, mes njerëzve të cilëve u duhej shpalosur mesazhi. Shpallja thoshte gjithashtu: ata që nuk i vendosin shpresat në takimin me ne, thonë: përse nuk na zbriten engjëjt neve? Po përse nuk e shohim Zotin ton? Vërtet ata krekosen mërkënari brenda vetës dhe janë arrogant me arrogancë të madhe. Ditën kur t'i shohin engjëjt, nuk do të ketë si harritje për zullumçarët, ata do të thonë: një pengesë që pengon, pra do të thërasin që pengesa të rivendoset mes qiellit e tokës. Por më kot, ai do të jetë fundi kur kontakti drejt për drejt me qiellin do t'i bie, do t'i bëj kushte toksore të hapësirës së kohës të fshihen dhe tokën vetë të shpërbëhet. Atë ditë, njerëzit do të jenë si flutura të shpërhapura nate, e malet pluskojnë si gjuvë kaleshi. Një ditë që do t'i thinjë fëmijët. Fundi paralajmërohet vazhdimisht përgjatë Kuranit. Ai është ora, e cila është fare pranë. Qiellit e toka janë mbarësur me të. Vakti i saj ende nuk ka ardhur. Dhe kur shkrimet e përshkruajnë si të afërt, duhet mbajtur mend se vërtet një ditë të Zotit yt është si 1000 vjet të asaj që njihni ju. Por periudha e mesazhit është prapse një parapritje e orës. Kur pajtohet me natyrën e gjërave, jo të atyre toksore në vetvete, por në kontekst me të gjërë. Pasi nëse ka ndërhyrje hyjnore për vendosje në një feje të re, ekziston do e mos një kalim në përpengese midis qiellit e tokës. Një hapje kjo jo aq e madhe sa të shndroj kushte toksore, por e mjaftueshme me e ba kohën në misionit të profetit, krejt jashtë zakonshëm, siç kishin qenë kohët e Isait, Musaut, Ibrahimit e Noës. Kurani thot për natën e fuqisë, Lejletu lil Kadr, kur Xhebraili erdhi Muhamedi tek shpella në malin Hira, ajo natë është më e mirë se 1000 muaj. Në të zpresin engjëjt dhe shpirti. Dhe diçka nga ajo veçanti vërshoi do e mos në krejt periudhën e bisedimit ndërmjet të dërguarit dhe kryeëngjëllit. Me paraprit orën i thonë me paraprit gjykimin, dhe kur Kurani e kishte deklaruar veten së fundmi El Furkan, kriteri dallimbërës, e njëjta duhet të vlej për çdo shkrim të shpadur, sepse një shpadje përbën praninë e të amshueshmes të kalimtarja. Dhe ajo prani e asobotshme lëshon diçka nga një gjykim përfundimtar. Kjo nuk kuptonte se, në shumë raste, krit në mënyrë të pavarur nga ajo që vetë i dërguari mund të profetizonte. Fatet e mbram të parajsës dhe ferit bëshin qartësisht të dukshme. Thellësitë të fshehura të së mirës dhe të keqes thërriteshin në syprin. Prania të dërguarit prirej gjithashtu të jepte një efekt paralel, sepse fuqia tërheqëse e udhëzimit të tij përmasonte krejt perversitetin e atyre që i rezistonin, duke i tërhequr ndërkaq ata që pranonin dhe vetë orbitën e përsosurinë së tij.
Vetë kuptohej me njëherë se shpallja do t'i bënte të mirët, që të t'i kalonin vetëm. Por për shumë besimtar, nuk ishte vetëm e hidhur, por edhe futuese, që disa prej tyre të cilët i kishin parë gjithmonë si jo të këqinjen, të bëshin pa diskutueshmërisht të ligj. Kurani u thot se duhet ta presin këtë, sepse ajetet e tij u arrisin kur ndërvënien kundërshtarëve të tij më të këqij. Vërtet, ne u kemi dhënë në këtë Kuran boll arsye me marrur mësim, por se prapa ai veç se i rrit në kundërshtim. Ne u japin shkas të friksohen, por ai veç se i rrit në mizorin e përbindshme. Askush nuk ishte qenë i vetëdijshëm e parë për natyrën themelore të Ebu Lehebit. Dhe për të marrë një shembull tjetër, Abdurrahmani ibn Avfi madje kishte qenë shok me kryetarin e xhumahve, Umeje ibn Halef. Kurani ofron një paralele të ekzaltuar, tek tregon se Noeja ju ankua Zotit se mesazhi i tij shërbeu veç e veç që ta zgjeronte hendekun midis tij e shumicës së popullit të tij dhe t'i shpangte ata edhe me tutje.